Në territorin e qarkut Shkodër janë rikthyer rreshtet e borës, kryesisht në zonat malore, ndërsa në zonat e ulta vijnë rreshtet e shiut. Në njoftim bëhet me dije se në zonat me fluks të lëvizje dhe në aks rrogore, ku ka prezencë borë dhe ngricash, është shtuar patrullimi nga shërbimit të policisë rrogore. Policia apelon drejtues automjeteve të përdorin goma dimrore ose zinxhir dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrogor. Konkretisht në bashkinë Shkodër vijnë rreshtet e shiut, ndërsa në zonat malore ka rreshtet e borë. Në aksin rrogor Bok-Theth, mjetet e firmës Mirëmbajtse ndodhen në terren dhe po kryen hedhjen e kripës. Me gjithse në disa segmente rruga paraqitet me ngrica, në qafë thore trashësia e borës arrin rreth 15 cm dhe qarkullimi vijon pa probleme. Në bashkinë Malësia e Madhe në qytetin e Koplikut vjen rreshtet e borës me trashësi rreth 3 cm. Në bashkinë Fusharrës vazhdojnë rreshtet e borës me intensitet të ulët me trashësi 5 deri në 8 cm. Rrugët janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Në bashkinë Puk ka rreshtet e borë me intensitet të ulët me trashësi rreth 5 cm. Momentalisht nuk raportohen situata problematike. Në njoftim të shpërndar për mediat, prefekti i qarkut Shkodër thekson se është në ndjekje të vazhdueshme të situatës dhe u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, veçanërisht në zonë malore, si të ndjekin njoftimet zyrtare të institucionit përgjegjëse.